Do më thënë, kur fillun vajzat pak të rritën, para 2 vjetë e gjysë, në 17 qershor, kisha një udhtim t'i qoja vajzat në Vlorë, motrejmë ka një banesa që, i kërkoj që t'jenë në pushime, sepse unë do të punoja verës në një dyqan bizhush dhe mos t'i lej vetë. Dhe ishte një ditë shumë e bukur, do më thënë, për herë të parë mbas sa kohë, unë gjesha shumë e lumtur, shumë e qetë, mu duken se vajzën i kisha krah, vajza e madhe ishte ullur rrina para me mua, Ndina ishte mbas. Dhe ndodhi që për shkak të vajt që hudhe në ujë, unë e humba kontrollën dhe dola nga kursia tjetër. Makina që vinte ishte me një shpejtësi shumë të madhe dhe na përplasi, na hudhi mbi bankinë. Andina ndroi jetë në vend aty, do të thënë nuk mundeshte ti mbijetoj plagëve, unë dhe Rina ishim me thyerje të kraut, unë kisha edhe një tronditje të madhe në kokë. Për momentin nuk më treguan, sepse mjeku i kishte thënë motrës, sepse nëse më tregon për humbjen e vajzës, nga tronditja që kam edhe shtypjet e lartë të gjakut, mundeshte ta humb, do të thënë ta humb jetën në atë moment. Nuk ishte as pak e lehtë, nuk më treguan, neve na çuan në mendimin e shpejt në spital, pastaj na transformuan në Shkup, atë ditë nuk më treguan të nesërmen për humbjen e vajzës, dhe nuk e di se si e mora forcën që ta përballoj këtë. Në momenti mendova prindërit, e mendova vllaun që ma tregoi lajmin, të cilën kur e pash, më thënë, më duk se do ta humb edhe atë në kishte një ftyrë të zbek, do më thënë ishte shumë keq, mendoja për vajzën tjetër që duheshte të operohet, dhe nuk pranova të operohem ato ditë, e shtyna operacionin për 3 ditë, për arsye se desha të jem në momentet e fundit të vajzës aty. Dhe pas kësaj u operova me kraun. Operacioni doli i pa suksesshëm, sepse atë titaniumin që ma kishin vu, trupi ma kishte pranuar si trup të huaj, një diagnozë që ndodh shumë rrallë, por për fat të keq të u ndodhi. Dhe mbas një viti u operova një operacion 7 orë e gjys, ku do më thënë ishte punë orësh që të ma më puntojnë kraun, por fatmirësisht i shpëtova edhe kësaj.